Fermeri po diçka shumë tjetër. Fredi, më fal. Unë du legët. Fredi. Nuk hyj te pjesa e saj. Po kjo është shumë. Unë nuk arrij se ta kuptoj kjo pjesë. Sinqerisht në saj. Regjia, lidhjen kam lidhje me lushnjën. Sepse nesër në lushnje ka protest. Kam Spiro Jongarin, fermer në lushnje, lutem. Na ndoqët ndërka që fliste zoti Çuçi ministri? Ky është kryetari i vetmes kooperativ Mirëfill që ekziston në fermerëve. Kryetari i kooperativës Myzeqeja? Po. Po. Më dëgjoni? Po. Kam Spiro Jongarin, fermer në lushnje, lutem. Që do bëni nesër? Edhe mbas saj që tha ministri, ju do protestoni, apo do merrni një moment për të menduar për këtë mënyrë bashkëpunimi? Bashkëpunimi kryesor. Nuk ju dëgjojmë keq. Po s'po fletë. Si vetë zoni juaj. Nuk dëgjon, nuk reagon. Nuk dëgjon, okej, mirë. E mbyllim lidhjen, e kemi kur të Redina, a mund të bëj një koment mbi këtë që tha ministri? Atëherë, kjo që sapo tha zoti ministër është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme. Në qoftë se po s'ka kuptim të mos them që kjo është një deklaratë zyrtare, në qoftë se kjo është zyrtare, atëherë mund të themi se ky është një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv lidhur me çështjen dhe minimalisht mund të themi se është zgjidhur pjesërisht ose është zgjidhur emergjenca që ka shkaktuar kjo vendimarrje. Të paktën sepse emergjenca ishte çumshti. Natyrshëm që ne duhet ulemi të punojmë me qetësi, zoti ministër, edhe për sektorët e tjerë, sepse në këtë situatë kemi për të ndodhur në fund të majit me produktet e fushës dhe të serave. Me të njëjtën situatë kemi për të... Ato e kanë kompensimin ke inputi zero. Ato janë llogari, aty jemi të qetë, kemi diskutuar këto gjëra. Unë jam shumë dakord e jam bashkuar me shqetësimin e sektorit çumshi që ditën e parë dhe besoj kemi qenë bashkë në një llogore këtë pjesë. Ndërsa për pjesat e nuk ka, domethënë edhe çmimi i frutës, i perime, shumë variabël në varësi të stinës, varësi të bursës, varësi të tregut që ka atje, ka shumë gjëra, plus që çfarë janë që përfitojnë nga inputet dhe këto përfitojnë drejt për drejt nga inputet, ne i ulëm 20% të kostos së inputit. Dhe sot çmimet, pothuajse në 99% të magazinave që shesin inpute bujësore, ka ra 20% çmimi i plerave edhe i çdo inputi bujësor. Okej, të lutem vetëm një herë. Mos themi këtu pasaj zero, sepse Alban është zero, kemi ulur, kemi të vëshën e makinerive bujësore, gjithave, edhe të importit. Domethënë janë një sër gjërash që ndikojnë ke pjesa e zbutjes së çmimit. Atëherë, e kam zotin Spiro, të kam në linjë. Kisha hapur televizorin, më thonë, prandaj s'na dëgjojë, nuk ka problem. Atëherë, e dëgjuat propozimin, propozim është apo mund të thuhet që është vendim? Vendim është kur të merr, po propozim që po shqyrtojnë detajet e fundit për ta miratuar. E dëgjuat zoti Jongari, keni ndonjë, ju do protestoni pavarësisht kësaj nesër apo ka moment, mund të diskutohet? Mbylleni televizorin, ju lutem, mbylleni televizorin, se ai është problemi. Unë dëgjoj veten time, juve jo. Dëgjoj. Ju përshëndesje për emisionin që i keni kushtuar kësaj fushë. Keni ndonjë, ju do protestoni pavarësisht kësaj nesër apo ka shkon me zëri atë. Okej, s'ka gjë, nuk ka gjë. Zoti Spiro do më dërgosh mesazh atëherë, nuk ka asnjë problem, ndodhin nga të gjitha. Më dërgoj mesazh për çfarë do bëni nesër në lushnje. Ludina më dëgjon? Po. Atëherë, së pari unë do të thoja se në qoftë se kjo vërtet është në fazat e fundit dhe pothuajse është marrë si vendim, do të ishte shumë mirë që nesër në atë takimin e lushnjës mund vinë ndoshta një zëvendës ministër, një drejtor i përgjithshëm i juaj dhe mund ta komunikoj atje dhe kjo do ishte jashtëzakonisht pozitive dhe shumë e mirëpritur, do thoja nga ajo masë njerëzish që do jenë atje. Dhe besoj se do të ndikonte ndjeshëm, jo do të ndikonte ndjeshëm, po them se do ta qetësonte situatën. Së dyti, skema duhet patjetër të konsultohet me grupet e interesit, sepse në qoftë se fermeri nuk do ta marrë 5 ditë, maksimumi 10 ditë, mbasi të dorëzoj faturën, kompensimin,
po që se ndodhë, si që ndodhë me skemat e tjera, kjo nuk ka për të funksionuar dhe do i rritoj më tepër. Industrialistët nga data 1 prill do ta ulin çmimin, me kompensim, pa kompensim, nuk e përballojnë dot më tepër, çmimi do t'ulet, por fermerët pastaj do jenë të papërmbajtur, prandaj skema duhet bërë. Së treti, zoti ministër, unë nuk ndaj të njëjtin opinion me ju për sa i përket kompensimit ose rimbursimit që i vjen nga ulja të TVSH-s inputeve. Unë sot kam pasur takim me 2 ekspertë bankës botërore dhe jemi në negociata me to për t'i sqaruar për këtë situatë dhe ne bëm një llogaritje shumë thjeshtë. TVSH-ja inputeve me impaktin më të madh është TVSH-ja e inputeve në sera. Dhe në sera TVSH-ja, sepse në sektorët e tjerë pastaj TVSH-ja inputeve është shumë e ulët, por në sera shkon deri tek 30 deri në 40% të kostos. Dhe kjo TVSH është 2 lek të reja, 2.2 lek të reja, ndërsa impakti i 14% mbi çmimin e shitjes, tashmë jo mbi koston, por mbi çmimin e shitjes është 7 lek, 8 lek të reja. Pra i kemi falur 2 lek dhe e taksojmë për 7 lek. Vetëm një sekondë. Edhe një Alban. Kështu që Alban, se problemin e detaje. Jo, mos i hyj kësaj se çmimi i domadës nuk është fiks. Çmimi i qumshit është fiks. Është fiks gjithë vitin, edhe është një natyrë krejt tjetër. Nuk është e vërtetë. Zoti ministër. Varet nga muaji, varet nga viti, varet nga tregu, varet nga sjellja e konsumatorit, varet nga plerimi, varet sa i shkatët është grumbulluesi, sa tre ka grumbulluesi. Çmimi i domadës nuk thotë që unë në maj çmimi i domadës ka 500 lek çdo vit. E kam në 5 maj, e kam 501 lek. Nuk, çmimi i domadës mund të jetë këtë maj 600, majin tjetër 700, majin tjetër 300, varet nga shumë faktorë. Kështu që kjo nuk ka si fare, sepse kjo atë që humbet që tuti 4% e shton ke çmimi pa asnjë lloj problemi. Atëherë, Rudina ka për të na thirrur, Rudina vetëm kaq do të them. Sepse si Rudina ka për të na thirrur përsëri në maj kur të ngelen. Rudina ka për të na thirrur përsëri në maj ose në qershor, kur ne do shohim skena që nuk i kemi parë prej 4-5 vitesh, sepse kjo qeveri është që e mori atë vendim, unë e kam këtu, paketa e bujqësisë e 2014-ës, është vendimi më i mirë në 25 vite për bujqësinë shqiptare. Fredi është këtu, le ta thoj dhe e thojnë të gjithë fermerët, vendimi më i mirë në 28 vite në bujqësinë shqiptare është ky vendim, është kjo paketë. Dhe ka pas një impakt shumë të mirë. Impakt të jashtëzakonshëm në të gjitha që po kthehet mbrapsht. Nuk mund pasurosh me kompensim të vështirë. Jo, nuk ka kompensim, nuk është më dhënë asnjë para, ka një keq kuptim, nuk janë dhënë para. Jo, po edhe një herë, se kemi diskutuar këtë. Ta thash, nuk është çështë, unë nuk po them që është gabime. Unë ta thash pse u vuaj. U vu që t'i japi një frymarrje, por nuk mund të jetë e përjetshme ajo, tash për këtë kemi ra dakord. Okej, në maj qershor ne do mblidhemi për produkte të pashitura përsëri. Unë jam kundër kësaj proteste, edhe kam thënë, domethënë që kur e pash që më erdhi keq kur pash një herë qumshi në rrugë, pasi neve kemi 4 vjet që jemi formalizuar, kemi niptin e fermerit dhe neve presim tani kompensimin nga ky nipti. Ai 20% që dhe këto 4 vjet që u formalizua dhe filloi domethënë duke lulëzuar industria edhe e qumshit, ose kemi Pra ka lulëzuar në këto 4 vite industria. Po, ka lulëzuar. Jemi dakord me këtë. Kemi shumë investime të përpunuesve që janë konkurrues dhe janë high-tech. Po, nuk e punojmë më njëri tokën. Çmimi i onxhës jashtë sezonit, kur nuk e merrte njëri qumshin nga këta përpunues se s'kishte qumësh, ka arritur 400 lek në janar, ndërkohë që misri që vinte nga jashtë, nga importi, dhe ishte në sezonin e vet ishte 26 lek. Nuk po punohesh e toka. Të gjitha inputet ishin zero, fushat u lanë pa u punuar. Nuk kisha lënë të parun për të mbajtur ato baktit. Unë në 2015 nuk kam pas lëmë të parë në Shqipëri për të mbajtur vaksin. Nuk kam pasur bari, nuk ka po shëriteta ushqimore. Jo, për çlidhje ka kjo me TVSH-n e barazuar 20%. Ja, do dalë edhe TVSH-ja, të lutem. Atëherë, me këtë ndryshim që u bë, paketa fiskale në rajon, me sa unë jam informuar, 3 deri në 6 vjet ka qënë, do më thënë, kjo 20% që u morë vendimi këtu në 2014, 3 deri në 6 vjet ka qënë e aplikuar dhe në rajon, dhe këtu në Shqipëri ra për 4 vjet. Tani,
Duke pasur problem me lëndën e parë për të ushqyer neve të gjitha kafshët, neve nuk kishim as qumësh, dhe kur vjen puna nga prilli, se sezonin e qumshit neve e kemi nga 1 prilli e kemi deri në fund të nëntorit. Po, unë kam stallë. Nga prilli deri në nëntor. Tani, dhe në të bëjmë llogari që janë fermerët, do me thënë fermerët e kuptojnë tani që do me thënë MIP, që do me thënë përgjegjësi tatimore, janë futur në linjën e pagemit të sigurimeve shoqërore, dhe nga kjo, një fermer që ka 100 kokë vi edhe dele, unë po flas me të imtat dhe më pas mos të flas për lopët, atëherë ai e kalon kufirin e të vëshës. Qarkullimi vjetor është mbi 2 milion lekë të reja. Atëherë, pse ky do bëhet një diferencim që fermeri duhet të vazhdojë me NIP dhe nuk duhet të futet në regjim të saktë dhe të marrë përgjegjësi të tjera tatimore dhe ta lëshoj vetë faturën e TVSH-s për ata që e kalojnë qarkullimin, se mbi 100 kokë kalohet qarkullimi. Tani që do bëjmë për pjesën tjetër, për ato ferma që kanë një diversitet kafshësh, ose dhe prodhojnë dhe gjëra të tjera, punojnë edhe tokën. Tani, dhe ata, një kalkulim sa do jetë e vështirë, sa do që mund tjetë e vështirë, një kalkulim, një parafërsi bëhet. Po të paktën kjo pjesa që e kalon qarkullimin mbi 20 milion lekë të vjetra, të marri përgjegjësi tatimore, të lejoj të gjitha drejtoritë që ta kontrollojnë atë produktin e parë që unë lëshoj qumshin, të vjetë të kontrollohet edhe ushqimi, se fundja fundit në krizën e ushqimit, kur nuk u punua toka, neve arrinim që ta merrnim normalisht, unë po flas nga praktika, jo nga profesioni, po ka pasur probleme se lënda e parë e ushqimit atyre kafshëve vinte edhe e mykur. Dhe kur dalim neve, i themi njerëzve pastaj aflaktoksin, prit pra se s'kemi tokën. Ndërkohë që le ta lëmë të punohet toka, 6% dhe se cili të marri përgjegjësinë e vetë që neve të nxjerrim një produkt konkurrues, se neve kemi përpunues shumë të mirë që Jona, pa kaluar atje fare, se jemi tek të vëshëja, jemi tek fenomen. Prit, vetëm një sekond. Ke 50% të prodhimit të qumshit, e ke me fermer që janë 90 lopë, të cilët nuk e kalojnë 20 milionshin e gjiros. Janë pra nën kufiri 20 milion. Në qytet, ti këtyre njerëzve ju ke dhënë të drejtën të quhen biznes i vogël dhe të mos paguajnë TVSH. Ndërsa në fshat, qysh tek qindarka e parë, edhe 1 litër qumësht, edhe 400 lekë të vjetra po të fitoja gjithë vitin, ai duhet paguaj TVSH. Në qytet, ati që ka një sekond, në qytet, ati që ka një dyqan, ati që ka një, kështu është, në qytet, ai që ka një dyqan. Qëse të jashese grumulluset me këtë skem s'pagune. Me skemen aktuale, jo me atë që doni me bëju, me skemen aktuale, me skemen aktuale, me atë që miratoj parlamenti me datën 3 dhjetor, me këtë që po bëni është gjatë tjetër, e përshëndes, mundësisht dërgoni një njeri nesër atje, ta deklaroj dhe të qetësohen ato njerëz. Sepse mua po më shkruajnë ndërkohë që flasin, po më shkruajnë. Por, me këtë skem aktuale, ne pavarësisht se do kemi protestë nesër. Eriola, ndërkohë ti je në kontakt me fermer, ç'a thuhet? Me 8.000 lekë apo do komunikojnë? Në fakt, Eriola, kam në link po. Rudina më dëgjon. Në fakt, Jona më fal. Vetëm një sekond sepse kam gazetaren e News 24 që është në kontakt me të gjitha grupet e interesit. Po. Në fakt, Rudina, unë do doja të kisha një pyetje në lidhje me çështjen e fermerëve për ministrin Çuçi. Zoti Çuçi, jemi mund ta ngresh pak zërin të lutem. Sot jemi ditë e martë, nesër është ditë e mërkur, kur si gjithmonë çdo javë pritet një mbledhje qeverie. Këtë vendim të sapo marr, a mund të kalojë nesër në mbledhje apo fermerët do të vazhdojnë prapë të bëjnë protesta jo vetëm nesër që kanë lajmëruar në Lushnjë, por dhe në javët në vijim? Është planifikuar një vendim i tillë apo si do të bëhet në ditët në vijim? Ndoshta si ke ndjekur lajmet, po nuk kam lidhje qeverie nesër do jetë parlamenti. Të ejnëtën atër. Të ejnëtën. Ne po punojmë me ekspertët. Këtë javë do ketë patjetër deri qeveria. Prandaj nuk doja ta thoja që është 100% zyrtare, sepse dua ta them vetëm kur të merret vendimi, por po punojmë edhe sot tani para se të vija këtu, po punojmë me ekspertët që ta mbyllim me qëllim pikërisht ta fusim ditën e ejnëte këtë vendimin për ta marrë vendimin sa më shpejt në mënyrë që të krijohet e gjithë
po themi, infrastruktura burokratike për të kompensuar sa më shpejt fermerin nga drejt për drejt si pas skemës që ne kemi ngritur. Edhe diçka tjetër, zoti Çuçi. Okej, jemi dakord me pjesën e zgjidhjes që ju do t'i jepni fermerëve, por si bëhet pasi Ministria e Financave llogaritet rreth 5 miliard lek pa rimbursuar për sektorët e tjerë, fason, automotive, shtojmë këtu edhe pjesën e fermerëve. Më le të bëjmë ministrin e bujqësisë sot. Mos mik, se në fakt, mos mik ka qumshi edhe pak që ta mbyll me qumshi, sepse të gjitha pyetjet duhet ta keni një përgjigje. Rudina, po pse qumësh famle të gjithë më thonë? Këtu për ne vim të problemit themelor. Shqipëria importon 1 miliard, po thuaj se 1 miliard dollar ushqime nga gjitha anët. Çka do thotë që këto 1 miliard ne nuk i sigurojmë këtu, ne i marrim nga vëllezërit tanë që janë jashtë shumicën e tyre. Dhe në 1 miliard 930 milion ikim prap jashtë. Po pra, dhe ne... Atëre, një qeveri dhe e çmendur tjetë nuk duhet merret me numra, duhet merret me një filozofi të vetme. Shiko, po themi diçka, zoti ministër. Isha me kryeministrin. Mos shkëputemi, vazhdoje. Mos shkëputemi ke kjo. Është shumë e drejtë kjo. Kjo është filozofia. Dhe prandaj ne në 2013, më dëgjoj, në 2013 ne e gjetëm raportin eksport-import 1/6. Po dëgjoj pra. Sot për produkte bujqësore 1/3.3. Mundësisht ta bëjmë 10/1 çfarë trendi është? Bujqësisë. Shiko, unë isha... Sot ne eksportojmë 200, eksportojmë ne sot, nuk kemi 220.000 tonë. Po ato do monese. Do ski frikë Fred Donori. Kur e ke fillu punën ti s'ke pas... Më falë Fred, kur ke fillu ti punën s'ke pas asnjë nga këto lehtësi. Dhe prapja ke dalë në banë. Edhe prap do të dalësh në banë, po të them unë që do të dalësh në banë. Unë them një lavë, sot i penoam ditës, sot i penoam ditës, jam shumë nevojë për qeverinë, sepse e ke pasion, jam të rrasit të kërë. Jam të që do ja dalësh boskija si lloj. Unë sot, në 10 zorë t'i dalë familjes time për para, ti thash hajde këtu t'hapim Orti Baxho, se do punojmë, do mbledhni edhe fermeret, sot unë që t'i them familjes tim, mu në 10 zorë t'i dalë babes tim Orti për para, t'i thamë ore, o biro, kemi gjitha 10 ballet. Po kjo është problemi, është një problem tjetër, është një problem tjetër. Shmimi që ti do dalësh në shitje. Nuk funksionon, dhe gjatë sot, unë kam 3 muj, atë Baxhën time nuk kam ullë gramin e legut e fermerët e mi, po e mbaj Orti me humje, edhe po ta them me plot gojë. Ka fillu informaliteti në mënyrë skandaloze. Pra, çmimi i djathtë i Ortit e tregun e lirë ka ra me 2400 dhe asnjë komponent nuk ma kontrollon atë. Tani, kjo është një problem tjetër. A din ti ku shndron kjo? Ku shndron kjo? Sa më shumë të shtrëngohen, sa më shumë të rritet kërkesa dhe taksa dhe aq më shumë ka edhe herë. Sa më shumë të jetë 20% që po i shtelule për gjithë. Edhe herë. Gjithë punoshe, ato fitoshin lek, ne punoshim me shisin ti fitoshim lek tona. Edhe herë. Pra, ke kjo çështja e dytë, hajde bashkohemi, jam shumë dakord, edhe ka shumë vend që duhet bëjmë goxha për ta përmirësuar situatën. Pa diskutim. Po është skandal sot. Për pjesën e vet. Unë nuk e di sa janë të informuar te tregu sot. Sot ka ra djathtë me 2400 po punojnë gjithë rrutin shumicën pa letra. Unë sot vetëm do të tregoj diçka. Arritjet e mia, unë thash lidha kontratë me filan kompani. Lidha kontratë me filan kompani dhe i çusha rezultate. Unë sot e quaj veten jo rezultate urtim. Fred, edhe kam një pyetje. Në qoftë se ti ja merr sot 450 lek. Ta që marrë? Po pra. Nesër do të marrësh 380. Nuk marrë pranon fermeri. Po do marrë 10 lek, si sa pranon? Nuk. Po do marrë 10 lek. Shumë e thjeshtë le të flasim këtu. Por do ta marrë 10 lek. Gjenja reale. Ora do i grumbullosh ti, do i grumbullosh ti. Do t'i grumbullosh ti, do t'i marrësh fermerët gjithë bashkë, do ikin marrim lekët bashkë. Ku do t'i shumë shkujti marrë? Do për aty më lesh, me këtë detoria aty. Me besor. Unë të pres në lesh, sinqerisht, me pasatimet madhe. Ne jemi miqë edhe një fion tim, po nuk du të shtu. Po pse pra gjukon ti? Pse pra gjukon ti që zë marrë? Unë ty të pres, pse del jashtë atyre stënde ti mbell gjithë fermerët, janë 200. Dhe hajde në shiko fjallet për qishtë. Po pse pra gjukon pra? Sepse ti si këtë, ku e diti? Ti nuk e di këtë gjë, ti mësove sot të gjë. Ti e mësove sot të gjë. Pse pra gjukon? Unë jam tani për kundër të dyve. Për të rrujt balansë. Jo për balansë. Thelbi është që ai po shpreh mosbesimin tipik të fshatarit, që është genial. Është i njohur në tërë historinë e njerëzimit. Fshatari nuk beson, është drejt vetë. Tani,
Kjo të regon, dhe më thënë, që atë që po në thoni ju tani në televizor, këtë do të bërin shoqatat e prodhuesve, drejtoritë e dekëve në përrethe, përpara se të venin tek vendim që të mos shtosh masën e mosbesimit e fshatarët. Kjo të regon që s'parit defektin tuaj që s'jeni të organizuar, ose keni qenë organizata burokratike që me cilat tallemi, do me thënë gjithë kohën, e kupton, sepse në qoftë se ai thot, ai është ministër, nuk mund të gënjej nesër mëngjes ose pas nesër ta thras Rudina ose në televizor tjetër ke gënjur në as televizor. Edhe ai humbet karrierën politike dhe njëkohësisht një fytyrë më para njerëzisë. Tani nga ana tjetër dhe juve vetë, do me thënë duhet të kuptoni që këta që po ju thot ministri, pavajtur të ato demonstrata duhet ta kishit kërkuar me kohë nëpërmjet shoqatave tuaja. Do të thonë duhet bëni presion real. Nëse këto ekzistojnë në mënyrë fiktive, ku sepse siç po e bën emisionin kjo shkresa të shkërkuar. Ore, një minutë se s'bën me shkresa këtë. Po veç apo et. Kush kalon qarkullimin? Duhet të futet në regjim të vëshojë që të shkëtohet. Pa diskutim. Organizojnë shatarin me një lot më motër. Duhet të organizojnë shatarin me një lot me 3 vendime ditë. Flasim për industri që është një lot me 10. Po jam plotësisht dakord. Po çat bëj ai? Të vdesi ai. Po jo më Çat bëj më? Çat bëj ai? Ai po nuk shiti çumshin ai, jepja një alternativë tjetër. Po si do kompensohet? Ku do kompensohet? Ku do shkojë? Do shkojnë drejtoritë bujqësisë për të marrë 60000 lekë muaj. Do shkoj për 60000 lekë muaj në drejtoritë bujqësisë. Me çup 5 letra. Po me çup. Po ka që nevojë. Po aq ka nevojë pjesë. Po jo, ai ka nevojë. Ai ka nevojë por ai duhet sa çumash do shesin do ai duhet të mbasi 2 letra. Po do japim dy fishin asaj që humbet. Me VKM. Me VKM do ja japim 2 fishin. Me VKM, por realisht. Me faturë. Ore industrialisti ja jep ditë për ditë në dorë. Me faturë. Nuk ulesh mirë. Industrialisti ja jep në dorë. Tash mos i hym asaj. Roli yt. Asaj mos i hym asaj. Se po të flasim me këtë gjuhë pastaj unë them që edhe ai s'ja jep atë. Edhe ai abuzon me e ka shit problemi mos i hym asaj gjë. Ta marrim ka paqartësi, sepse unë shikoj nga mesazhet, tani kam një, për shembull gjithë filluan të pyesin që kur fillojnë kompestimet do fillojnë në janar. Kështu që jo, më lejon ty. Është e pabesueshme. Pandaj këtu jemi te problemi dhe juaj. Çfarë pyetje me njerëzit që të kuptojnë se sa u ngatrua biseda.